Forcat speciale ruse kaluan disa kilometra nëpër një tubacion të madh gazi pranë qytetit të Suças në një përpjekje për të kapur në befasi forcat ukrainase si pjesë e një ofensive të madhe për të dëbuar ushtarët ukrainas nga rajoni perëndimor rus i Kurskut, njoftuan mediat ndërkombëtare. Kanalet ruse të Telegram treguan fotografi të forcave speciale me mas gazi dhe drita përgjatë pjesës së brendshme të asaj që dukej si një tubacion i madh. Një deklarat nga shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se ushtarët rus kishin përdorur tubacionin e gazit në një përpjekje për të marrë kontrollin e një baze ushtarake, por forcat e sulmit ajror ukrainas i zbuluan menjëherë dhe u përgjigjen me sulme me raketa, artilleri dhe dron që po shkatërrojnë njësitë ruse. Mijëra ushtar ukrainas kapen rreth 1300 km2 të rajonit të Kurskut në Rusi në gusht të vitit kaluar, në ato që Kievi tha se ishte një përpjekje për të detyruar Rusin të zhvendos forcat nga Ukraina lindore, raporton Reuters.